Test, e mirë. Njerëz e kash, le të mbulohen me pasën e hyj, e le të thirrën në ndihmën të gjitha fuqitë. Secili njeri le të kthehet nga sjellja e vet e mbrapsht, e nga dhuna që bën. Kush e di, do shta hyjë në rrënd mendimin, ka dhim, e fal, e flak, flegrimin e vet e nuk sharroj. Hyj pa veprat e tyre, kishin hequr dorë nga sjellja e tyre e keqe, kështu hyti erdhi keq për të keqen, me të cilin u ishte kërcenuar që do të qajë dhe nuk u aqajë. Okej, faleminderit. Faleminderit të teknik. Që kemi lexuar këtë pjesë, kapitullin e 3 të Jonës, kthimi i Ninivës e falja hyjnore. E kem përgjedh këtë tekst sepse bën fjalë për kthimin e njerëzve, atyre që i besuan fjalës së Zotit dhe hoqën dorë nga shumë faje mëkate që i kishin shoqëruar dhe pastaj thot hyj të erdhi keq për të keqen me cilën u ishte kërcënuar se do t'u aqojë dhe nuk u aqojë. Me fjalë tjera, Zoti fal gjithmonë. Dhe kur jemi në besnidhen e vjetër, e përjetojmë Zotin si atë që shfaqet në forma të ndryshme duke insistuar për njerëzve edhe me kërcënime dhe kretë kjo e ka kuptimin tek fakti se njerëzit ende nuk e kishin njohur në fakt çfarë është Zoti. Zoti nuk kërcënon dhe Zoti nuk akmerret. E këtë na mëson në fakt Krishti. Ai na bën të njohim Zotin çfarë është dhe sa mëshirë ka për ne. Ne pra po përgatitemi për periudhën kohore që thash prej 7 javësh ose e njohur si 40 ditë shi i agjërimit që i paraprin Pashkëve e fillon me të mërkurën e përhime. Të mërkurën e përhime. Shkurtimisht pra, sonte du të ndaj me ju, është ndaj këtë përvojt, për të kuptue edhe rritin, sepse të mërkurën e përhime. Pse përhime? Sepse përhihemi, me hi. Për ta kuptue, pastaj do të shohim pak më vonë, çështjen e hirit, pse bëhet, kreta ka që dhe në këtë tekst që dëgjuam një referencë se edhe në besnidhen e vjetër njihet ky rit që shpreh një lloj pendimi të thellë të njerëzve, një keqardhje për faje mëkate me qëllim të përtritjes shpirtërore e të kthimit shpirtëror. Prandaj në shekujt e parë të krishtërimit, koha e përgatitjes për Pashk ka qenë dikon 2 deri 2 javë maksimum le të themi. Edhe kjo dëshmohet edhe në shekullin e 3, por prej shekullit 4 pastaj kjo kohë përgatitore zgjerohet në një periudhë prej 40 ditësh. E numri 40, numri 40 ka një simbolik të vetën, pastaj edhe që u referohet ngjarjeve të ndryshme në shkrimin shenjt deri edhe tek agjerimi i Krishtit para se të fillonte misionin e tij. Kjo kohë fillonte atëherë me të diellën e parë të kreshmeve. E përmbyllej Tejtën e Madhe, por prej shekullit 6 koha e kreshmeve fillon me të mërkurën e përhime. Pra, janë për llogarit këto 40 ditë pa i numëruar të diellat. Ditën e diell. Domthon pa të ditën e diell, mrena kohës së kreshmeve janë këto 40 ditë. Libri Zanafilës
na flet për pluhurin. Dhe kur Zoti pas mëkatit parë i tha njeriut se me djersë të ballit tënd do të hash bukën. E që veç të lexojmë edhe në Bibël se çka thot tek Zanafila 3:19, unë po ju lexoj këtë rresht. Atë thuhet me djersë të ballit tënd do të hash bukën derisa të mos kthehesh në dhej prej cilit që nxjerr, sepse pluhur je dhe në pluhur do të kthehesh. Kështu shkruan në librin e Zanafilës. Pra, pluhur je e në pluhur do të kthehesh. Në kuptimin të ditë bashkë po lexojmë librin e Zanafilës edhe në mesh, ku bëhet fjalë për krijimin e gjithësisë, pastaj krijimin e njerëzve të parë, atë besim përgjegjësi që Zoti ua beson njerëzve, edhe në raport me krijesat, edhe në raport me zvete, dhe në vende të ndryshme, në beslidhjen e vjetër, e hasim pluhurin se është përdorur në shenjë pendese dhe shoqërohej me lutje të caktuara, siç lexojmë edhe në librin e Jonës, pra, atë që e lexoi Etniku, kur pas predikimit të Jonës në Niniv, njerëzit besuan Zotin dhe shpallën agjërim. Dhanën shpallën agjërim dhe arriti lajmi edhe te mreti që thot edhe ai u qua nga froni i vet, i hoqi petkat e vete, u vesh me thes. Tash llogarit në një mret kur heq petkat mretnore dhe vishet me thes në shenjë për vujtnie, e u ul në pluhur. Jo në fron, e në një selin e ti mretnore, por thot u ul në pluhur. Jona 3:6. Beslidhja e re, pluhuri ose hiri, përmendet në disa vende. Dhe kur po tham hiri, atëherë du të kem parasysh për çka është fjala. Hi është ajo që mbetet prej drurit, kur djegën, apo. Dhe ne me çfarë hiri përhihemi të mërkurën e përhime, me hirin që është djeg, e ato janë rremat e diellës së luleve. E diella palm sontak, arben. E diella e larit, diella e luleve, kur shkoj me rrema në dorë në procesion, dhe tash ata rrema që bekohen, ata janë që djegën, edhe ai pluhur pastaj ruhet për të mërkurën e përhime që pason vitin tjetër. Edhe me atë përhihemi të mërkurën e përhime. Në beslidhjen e re, pra, pluhuri përmendet në disa vende dhe Krishti i referohet atij në shenjë kthimi dhe pendimi shpirtëror. Po e lexoj në Lukën në Ungjilltar vetëm një rresht. Vaj për ty o Korazin, vaj për ty o Betsaid, sepse të shindodhen terën Sidon, mrekullitë që ndodhen ju, ka herë të veshur me grathore, të mbuluar me hi, do të kishin bë pendes. Do të thonë, pak është një vaj për ty o Korazin e Betsaid, janë qytete të cilat përbaheshin prej banorëve që pritej ta njihnin Mesin, e në fakt ajo nuk ndodh. Ndërsa Tiri e Sidoni, sikur e përmenem edhe sot në Ungjill që e dëgjuam, janë vende që banin pjesë në tokat që ku banonin pagan, u referohet atyre vendeve, sepse thot sikur atje të kishin ndodhur këto mrekulli, ata do të ishin kthy e do të kishin bë pendes. Hiri fitohet pra prej atyre rremave dhe si bëhet përhimja. Unë kam studiu pak edhe këtë punë, sepse është një përvojë e ndryshme nga vende të ndryshme, dikun përhihen me hi mbi kokë, dikun me shenjën e hirit shënjohen në ball. Edhe pse pra ky
për këtë gjest duhet kthehemi në bestinë e vjetër, aty e gjajmë kuptimin e plot e porosinë e këtij riti. Sepse bestinë e vjetër e ka njohur përvojën e përhirjes duke hedhur hirin mbi kokë, si shenjë e pranimit të gjendjes mëkatare, pra si shenjë penimi për mëkatet e bëra. Pastaj Abrahami, shohim librin e Zanafilës sërish, duke ndërmjetësuar për Sodomën, thot për veten e tij, unë pluhur e hi, dhe duke pranuar kështu, pa densinë e tij para Zotit, i quan veten unë pluhur e hi. Dhe në shekujt e parë, kur pagzuarit bënin ndonjë mëkat, ata zgjedhnin të bëjnë penesë publike. Në fillim penesës së tyre i peshkë i përhinte dhe u ambulonte kokën. Dhe kjo tregon se mënyra në fakt burimore e përhimjes është me hi mbi kokë. Unë kam shërbye edhe në Zvicër, kryesisht atje më shumë kom pa që përhimja bëhet me shenjën e kryqit në balë. Por jo edhe gjithmonë. Sida që tjetë, pra, riti i përhimjes si shenjë apo si simbolik që shpreh vullnetin për kthim, është i hershëm, që thash nga shekulli i 6, e përhimja e të gjithë besimtarëve është shtrinje për hap më vonë, sidomos për shekullit 13. Pastaj kemi parasysh se tashti edhe gratë që vinin të mbuluara në kish, ato gjithashtu donin që të bënin këtë rit, por në ato raste më letësh që të shënohen me shenjën e kryqit në balë, sësa mbi kokë e udhëzimet e sotme, lidhur me ritin e përhirjes nuk e japin ndonjë rregull të caktuar dhe të detajuar, por nga lutja me rastin e bekimit hirit, lusim kështu: O hy, bekoje këtë hi, me të cilin do të përhim kokën. Më thanë, lutja pak a shumë e përsakton edhe ritin, por edhe fjalët që e shoqërojnë pastaj këtë gjest janë: le të bie në mend se je pluhur, ato që e thot edhe Abrahami për veten. Dhe se në pluhur do të kthehesh. Na tregojnë kuptimin e këtij gjesti. Bëhet fjalë për kulin e kokës, për përhirje dhe thirrja tjetër që mund të përdoret, e që edhe përdoret, është kthehuni dhe besoni Ungjillit. Domethënë këto dy formula janë që përdoren gjatë përhimjes, jo të mërkurën e përhimje kur të vjen kish. Atëherë do të përjetoni në mënyrë praktike edhe këtë rit, dhe sigurisht që me shumë përshpirtni e praktikojnë besimtarët në të gjitha famullit, por kjo ditë pra me cilën inaugurohet koha e shenjtë e kreshmeve, i paraprin pra përgjithsisht festës së Pashkëve dhe na thret në kthim shpirtnor. Nuk është një fest kur vetëm agjerojnë prej ushqimeve, por e gjithë pastaj liturgjia me tekstet e shkrimit shenjtë janë të përshtatshme, të cilat nxisin tek të gjithë ne pak a shumë këtë motivim që njeriu me përshpirtni të përgatitet dhe sa më mirë festës së Pashkëve. Mund t'ju them lirisht që në botën tonë dhe në kish, në përgjithësi, periudha e kreshmeve, sidomos edhe tek ne shqiptarët, është një periudhë shumë e ndjeshme. Është një periudhë edhe nga përshpirtnia, përvojë kur shumë njerëz vinë për të marrë pjesë në udhën e kryqit që kremtojmë, pastaj nxiten më fort edhe përgatiten për rrëfim. Janë përshpirtni që shoqërojnë këtë kohë dhe në këtë mënyrë bashkëndjejmë pak në ato mundimet e Krishtit, por sa herë e lusim shenjën e 8, kur Krishti ngushëllon gratë e Jeruzalemit, na bie në mend se Krishti na thotë mos më çani mua, por çani veten e fëmijët tuaj.
Se në fakt është ajo shumë e rëndësishme që na thot Krishti, sepse ai ka ardhur për shpëtimin tonë, për shëlbimin tonë, e ne jemi ata të cilët duhet t'i qajmë gjatë kësaj kohe, por edhe përgjithësi, gabimet, fajet, mëkatet tona, t'jemi në gjendje për t'rihemi shpirtnisht. Dhe në këtë mënyrë, këtë kohë pra e shfrytëzojmë, duke gjurmuar në thellësitë zemrës për të nxjerrë prej saj çdo gjë që është e keqe, çdo gjë që na largon prej Zotit. Dhe siç e thotë Jakobi shumë mirë, thotë largojuni djallit e ai do të largohet prej jush. Afrojeni Zotit e ai do t'u afrohet juve. E ne që po them këtë kohë e praktikojmë me shumë devocion, qoftë edhe me të rritë gjatë kësaj periudhe kur organizojmë me ta udhën e kryqit, banë shtegtime në vendet ndryshme ku ka mundësi e kështu me radhë, por ne këtu në katedrale sigurisht do të keni e mundësinë ta përjetoni përveç të tjerave. Një gjë që po e citoj, atë që thotë Shën Augustini kur flet për kreshmet, këto ditë shenjta të 40 ditëshit na obligojnë të flasim për dashurinë vëllazërore dhe detyren që t'i jepni fund urrejtjes ndaj vëllezërve tuaj, nëse vetë nuk dëshironi të sharroni. Koha kreshmeve na fton pra në gjëra praktike, në rrëfim, pastaj marrim pjesë në udhën e kryqës, në meshën e shenjtë, që me ndjeshëm ta përjetojmë atë që ka Krishti vuajti për ne. Kjo për shpirtni na forcon në fe, atë që edhe ne dim kryqet tona, vështirësitë tona, të dim t'ia kushtojmë Zotit, sepse nuk është që ai na lën vetun për asnjë moment, por na shoqëron në çdo vështirësi jete. Koha kreshmeve, pra përveç abstenimit që thash, unë ushqime e gjana tjera, është mbi të gjitha kohë që t'i kushtojmë jetës shpirtërore, një hapësirë në mënyrë që e vërtet ta ndjejmë si mundësi kthimi. Tash po kaloj vetëm shkurt te gjërat praktike në kohën e kreshmeve. Njerëzit vendosin ta lanë mishin, vendosin ta lanë pijen, vendosin ta lanë duhanin, ta lanë alkoholin, t'i lanë ambelsirat. Domethënë gjatë atyre 40 ditëve sforcohen pikërisht për të mos bërë të gjëra që i kanë më shumë të për zemrën. Dhe në këtë mënyrë e bën një luftë me veten, sepse është kohë e caktuar dhe që ka një qëllim. Kur vjen dita e Pashkëve, je i lumtur se ke bën një hap konkret, një betejë me vetveten dhe jo vetëm personalisht për ta përjetuar gjatë, por ti ke lënë për shembull ambëlsirat se të hahen shumë, edhe tash pse e la ato? Ato duhet të kenë një kuptim, një qëllim. Dhe ti mund të lash ambëlsirat, në këtë rast po i përmeni, sepse e ke bën jetë për diçka, për dika, për veti, dhe thënë e ka një qëllim, ai jetë të cilin e ndërmerr në kohën e kreshmeve. Ajo që është me rëndësi është jetë njeriu i qëndrueshëm. Kur vendos me lanë diçka, tunimi është më i madh, pas që ata më bë, ose ke lanë ambëlsirat në tejten, mas mërkurës për hime, të hahen mas shumë të madh në jetën tonë ato ambëlsira. Po marrë vetëm si shembull. Dhe ajo betejë që është e rëndësishme njeriu ta bëjë me veten, por gjithmonë duke lyp nimin e Zotit që të mos jemi njerëz të cilët kreshmet i përjetojnë në mënyrë të mbrojtën, por gazmon. Të mërkurën e përhime është një tekst ungjillor që na nxit krejt neve e që na thot lutemi, pastaj të agjerojmë dhe
të jemi si që thash njerës të cilët janë nga mers në mbojnë janë i tjetrin. E Krishti thotë, kur të agjëroni, mos u mralni, mos e merrni në i hijet ramë në ftyrën e juj me pa kretë bota se ti qenë këtu agjëruar. Por për kundrazi, thot, laje kryt ftyrën, për raje kokën tënde, askush mos ta vrej se ti je ka agjëron. Sepse është Zoti ai që e din se ti po agjëron, e ai që shen fshekësi, ai do të shpërblej. E njëjta gjë pastaj edhe me çështjen e lutjes. Kur të lutesh, shko thot herë në dhomën tënde, mbyllë derën, mos që askush se po lutesh. Zoti është ai që e të sheh zemrën tënde, e që e vlerëson, e ai që shen fshekësi, ai thotë e kështu me radhë, do të thonë janë gjëra praktike të cilat Krishti na mëson që gjërat mos i bëjmë për syt njerëzve, për syt botës, por që t'ia kushtojmë Zotit edhe në këtë mënyrë sigurisht agjërimi, lutja e ka atë efektin e vet, edhe më të madh. Ne të gjithë përballemi me atë se wow, ku është Zoti bash atëherë kur po duhet më shumë ti. Si është më a na është dukur që Zoti na ka zhgënjur në jetë? Shumë herë. Na është dukur që ai na ka zhgënjur e nuk na është përgjigjur. Ne jemi lutur për një jetë, ka ndodhur krejt e kundërta në jetën tonë. Të gjitha këto fakte janë gjëra të cilat na shoqërojnë të gjithëve, por jo Zoti nuk zhgënjen askënd. Është ai që e din kur është momenti ynë më i rëndësishëm për jetën tonë shpirtërore, për qëndresën tonë. Prandaj kur ne provojmë këto kryqe, ato do t'i marrim si mjete, të cilat na vojnë edhe më të fortë e më të qëndrueshëm në fe. Dhe që unë me kaq nuk po zgjatem sonte më shumë, ndërsa po ju kaloj fjalën juve, nëse keni ose pyetje, ose të shtoni, ose të përplotësoni gjithë që thamë. Kastriot, po ta kaloj mikrofonin se ndoshta të dëgjojmë të gjithë ma mirë. Në pyetje kam koment. Po. Pyetje. Po që edhe pyetjen me. Të çështja e xhirimit. Nga fropa? Të çështja e xhirimit, domethënë. Përmendë që do të me agjëru, me abstenu nga disa lloje të ushqimeve, po nuk e kam bash qartë, a duhet nga gjitha ushqimet apo vetëm lloje specifike. Okej, po. Edhe te koha e fillimit të mërkurës perime, domethënë me Këtë vetë me 5 mars. Me 5 mars. Po, pyetje shumë e vend, Kastriot. Pyetja ishte të agjërohet kohën e kreshmeve prej të gjitha ushqimeve, apo si të agjërohet. Nuk ka asgjë të përcaktuar në kuptimin e asaj që ti agjëron përveç në kohën e kreshmeve, që është e dita e premte, kur ne nuk e hajmë mishin. Pastaj, agjërimin çdo kush personalisht e përzgjedh. Dikush e përzgjedh që thash të mos haj mishin, dikush e përzgjedh, unë i kam fort për qefi pitet, unë edhe pitet, nëse unë bëj një duft mos me hangër pite gjatë kreshmeve, të tjetë një agjërim shumë i madh, ja i për mu. Por nuk ka të ndarë ditë natë, ne zakonisht ditën haj me natën flejmë. Prandaj aty nuk ka në dilemë. Por çdo gjë që përzgjedh ti personalisht si abstenim gjatë asaj periudhe kohore, është një agjërim i ytit të cilit i ke dhënë kuptim, sepse ke përzgjedhur për atë kohë dhe ja ke kushtuar një njeti, domethënë ke përzgjedhur një jetë pse po agjëron. Ti mundesh me agjëruar që mas pashbe pastaj ta kalosh provimin që e kije fakultet. Por nuk do me thonë që s'do shme mësu. Pastaj e premtja pra ishte dita kur ne nuk e hajmë mishit. Thonë të premtën nuk hajmë asgjë prej mishit, premteve.
Kjo në i Krishtin tonë është edhe gjatë gjithë vitit. Kjo vazhdon gjatë gjithë vitit, dhe thonë ne nuk hajmë mish të premteve. Nëse në një fest bie ditën e premte, në festë të madhe, sikur zakonisht që festohet me miqë dashamir, kisha nuk është që e ngusht, e mos me kuptue, e mirë kuptue rrethanat e rastet të ndryshme, prandaj edhe hajmë mish, ka të premte kur hajmë mish. Unë ha mish të premten në festën e zemrës Krishtit. Kjo është festë që bie gjithmonë të premten. Më thonë është e përcaktuar ajo punë, gjithmonë bie të premten. Dhe ne në familjen tonë e festojmë me miqë dashamir dhe prej mberr për atë festë. Prandaj në këtë rast më shumë fuqi ka festa e falënderimi Zotit se sa agjerimi që kishim me bëhe, ose do të thonë ka momente, raste ndryshme të cilat e arsyetojmë, pastaj edhe mishin të premten, por që ajo mund zavendësohet me një ditë tjetër dhe këshillohet që nëse një të premte ke harrue dhe ke hamër mish, nëse një të premte do të thonë ka mënyra të ndryshme të cilat mundet pastaj njeriu me i arsyetue, kompenzue me një ditë tjetër. Do të thonë çështja është një kontinuitet i lidhje shpirtërore që e ke me Zotin dhe e ban si përzgjedhje të vetë. Pra, ushqimet nuk janë të përcaktuara, janë 2 ditë që tash po i veçoj përveç të premteve në kohën e kreshmeve, janë 2 ditë që veçohen edhe më fuqishëm e mërkura për hime dhe premtja madhe. Janë ditë kur abstenoj prej bylmetit, e prej mishit, e prej shumë, do të thonë ushqehemi me gjona teje të thjeshta, sepse ato janë 2 ditët shumë të rëndësishme, të cilat e përfshin njerëz deri këtu përfshin njerëzit që janë paka shumë edhe të moshës fëminore e deri tek ata që janë pensionerë në moshë të shtyr, përveç atyre që u duhet për shkaqe shëndetësore të ushqehen ose ilaçeve që marrin e kështu me radhë. Por mos ta harrojmë që përveç kohës kreshme janë këto 2 ditë e mërkura për hime edhe premtja madhe. Cila është e premtja madhe? A e dini? Po e quaj premtja madhe sepse këtë emërtim e ka, jo pse unë po i thamë e madhe. Është dita e kryqëzimit Krishtit, e premtja madhe 2 ditë para festës Pashkve. Dhe të thonën, koha e kreshmeve përmbyllet, si shtash me javën e madhe. Java e madhe, quhet e madhe për shkak të mistereve të mëdha që përjetojmë gjatë asaj jave. E diella e larit ose diella e luleve është ajo që e fillon javën e madhe dhe ajo pastaj deri shtunën. Java e madhe quhet e madhe sepse aty kremtojmë misteret e mëdha siç thash, tejtën e madhe, premten e shtunën e madhe janë momentet e rëndësishme. Tejtën kur kremtojmë përveç meshës e krizmës me i peshgin, edhe meshin e darkës mbrapa të Krishtit me apostujt. Krishti aty themelon meshin edhe meshtarinë. Pastaj premten e madhe përkujtojmë ngjarjen e mundimeve të Krishtit dhe vdekjen e tij në kryq, prandaj është ajo ditë e madhe dhe shtunja e madhe, dita kur në fakt kisha nuk i kremton sakramentet. Llogaritmi është një lloj ditëzie në kishë. Sepse Krishti ka vdekur dhe të premten e madhe deri në mesnat rrim zakonisht edhe para varrit Krishtit, e keni parë në katedrale. Shtunën e madhe eventualisht të smurve u qohet kungimi, as nuk ka rrëfime, as nuk praktikohen sakrament, as nuk ka mesh, as nuk ka, është thjesht një përkushtim dhe qëndrim para varrit Krishtit deri te momenti i ngjalljes, se kur është ai me meshën e Vigjiljes Pashkve. Do thonë, prandaj e shtunja e madhe është ajo nata më e gëzueshme. Shën Augustini thotë natë është nata
nana e të gjitha netëve të krishtërimit. Sepse atë natë, gëzushëm këndohet lavdia, fillon e gëzimi I pashkëve me meshën e natës, të shtunën e madhe. Dhe hynë fakt në festën e madhe të pashkëve. Më thonë që kjo është ajo që kishtë të bajtë pak më shumë me çështjen e agjerimit, kohën e kreshmeve dhe këto 2 ditë të veçanta si që janë e mërkura, agjerime dhe premte madhe. Do më thoni nalim bylmetin edhe krejt këto vesh bukë. Në këto 2 ditë, kryesisht po. Mërkura për hime dhe premte madhe. Edhe ato. Edhe Perime, Po. unë dhe bukë. po, Po të pa trajtume me, për shembull me t'lyn, jo, po me vaj, në qështë di. po, që është shumë I Me përgjithshëm. vaj ulliri, me vaj... Po, natyrisht, dhe pa ato të nuk... Por nuk është që bën në imkat edhe nëse e merr pak margarinë me lipu. Gjatë e pas në Po, problem. që të dëgjojmë edhe Gjon Kelmendin me kënaqësi. Për azherimin. Zoja e Bekume në Megjugorje lajmëroi që një 40 vjet rregullisht. Apo ndëgjoni? Dhe ajo flet për azherimin në bukë edhe në ujë. Apo jafër. Bukë edhe ujë. Do më thanë, pak po du që të çlironi prej kësaj që nëse se bën ju bo kiameti. Ti kemi caktu vetë që ka dënë me agjeru. Për mu do t'ishte, për shembull, për dikon, do t'ishte të mërë mos me këshirë televizion më rami. Që ata I s'donë. Nësë ka nevojë me të qenë vetëm ushqit. Në Bibën dhe s'lidhe shkru, agjerimi që unë zgjolla është ky atje flet për shembull për pajtimin me njerëz. Flet për mos me fol fjalë të ndyta. Flet jo 100 milion sende mundesh me bo vetë, por ti vetë e cakton. Kisha nuk ka qitë kështu do kufi që në qosë si bën, ti s'ke vend atje. Te Krishti çdo gjë është në bazë të dashurisë, ti vetë ke me caktu lartë dhe nërë, në shaj falenderimi, dhe jo si një mentalitet tregtar, unë e përbaj që to dhe ti tash ma ke përgjë me dhonë provimin e së dhe qka s'ka më. Kjo është ajo që mendoj që është shumë e rëndësi. Shumë e rëndësi është edhe një sen tjetër. Kretë këto kornita, për cilat foli peshtarë, janë kretë në rregull se ju kemi hinë një jetë të rejë. Por mbi gjitha më duket që është shumë e rëndësi raporti me Jezu Krisht. Unë ta marrë në shemë për familjes teme. Motra ime I ka njësoj I lapet që I kemi në Amerikë, si unë që I ka. Daj, a gruja daj, e s'ko shrit këj. Ajo ka qenë në 3-4 herë në Amerikë dhe I tash nuk s'kom qenë asë njerë. Pyetja është pse? Pse ajo ka ndërtu raporte dhe I mban ato raporte me të njëjtit njerëz. Se të një kom nëse, mos më ka thirë kur kush kur. Nëse kishtë në më thirë, kisha në shku, po unë s'pres me më thirë, se unë s'kom investu në atë qashtë. Kuptoni? Në thonë, jeta me Krishtin është ajo që duhet. Dhe ajo që s'mundet me u bo për e njoftë Biblën. Të më thonë, 15 minuta duhet me apushtu se zban. Pasandej java I ka 168 orë. Na flasim, kemi bo punë të madhe nëse kemi shku 1 orë në javë në kishë të djeli. Shikoni çfarë raporti, kjo është të mërshme, s'po flasë për ju që jeni pagzu tash, po flasë për gjithë ata që jeni pagzu si fëmijë për fshirë dhe mu. Më thonë, është kejt pak kjo. Aqë sa I kushtojmë ko Krishtit, aqë jemi të krishterna, aqë dhe të nërtojmë raport, më thonë, këto në ta mendon se cili vetë. Kur thot ai lutuni gjithmonë, çka do të thonë ajo? Ne të dëgjoj gjithmonë. Dhe së vetë rrugës duhesh me pyet o Zot çka kishë me bën këtë situatë. Ne ju kam na dorë shpesh me zgjedhjes dy të këqija. Dhe s'kemë ditë cila është e keqe më e vogël. Prandaj gjithmonë ky është raporti që do të ndërtosh. Ti o Zot, çka më thu? Çka më me bëu në sot? Çka ish dashur të bëj? Unë kësaj I bi më fort. Më duket se kjo është ajo që ata që vinë mas ditën në vreshtë në punu,
ata do ta marrin pagën të parë. Unë e konsideroj vetëm që janë pak më marrë shumë vonë, domethënë. Ajo do të thonë që duhet pak më shumë se ata që kanë ardhur më herët, pak më shumë intensitet për mujtë të qysh me nxon hapin. Këtë kom po edhe një për shembull në studime. Unë kom shku në një fakultet ku disa të tjerë që kanë kryer shkollat mesme teknike kanë qenë para meje në shkollë në vitin e parë. Unë si gjimnazist kom qenë gjithmonë ndranë. Do të thotë, kom qenë një ke punë mirë, po vitin e dytë në ata i kom zonë dhe i kom kalu, pëse në vitin e parë kom investu ma shumë. Këta do më thonë, koha, ku e leni kohën, nëse keni pas fatin, nëse Krishti ju ka zgjedhur se jeni pakzu, është një hir i madh, është diçka jashtëzakonshme, është diçka kur gjë më e rëndësishme në jetë s'ka më ndodhur se kjo. Pra këtë visar do të më ditë me rujt dhe do të më ditë me kultivu që me gëzua mëshirë. Faleminderit. Faleminderit. Po, Diona? Para pagëzimit nga ka përgatit të më fatë mire, edhe njëkosisht të kemi pasë dhe një shoqe Zvicër, Teja, gjithmonë rreth 60 vjetë ka pasë, dhe ma pa dërgu një kalendar, që kjo aplikohet edhe gjatë prej datës 10 orë, deri me 24, po që më duke shumë e ngjashme edhe me pjesën e agjerimit tash. Më falë. Më thonë, dhe që disa si ide. Jo. Do më thonë, lutjet. Falë, se po do të pak më menu se janë gjermanisht, janë vizitat mesh, normal që s'mungojnë, leximi rregullisht i Biblës, brenda kësaj kohe dhe më e theksuar, shmangja e pijeve tëmla dhe alkoholike, nëse kishëm qenë si të në arbimit. Mos me hongër mes dy shujtave, po. Kafe për shembull edhe të këtu, çka është me flejt me rregull, më do kjo edhe shumë interesant për thotë mos zgju me alarmin e parë, jo me basnus, po shkon alarmi edhe me njerë më zgju që lufton pak themeli, edhe ma e rëndësishme ja përtrit, po jo dhe përtrit se nga ka përfshi krejt kjo, reduktimi i rrjeteve sociale. Më thonë me nejtë sa ma pak rrjete sociale. Kështu që, atë si ideja që ajo dhe mas shumëti, ajo që e dënë mas shumëti me hek dorë për asaj që shtanë motra dhe që ajo që dënë mas shumëti dhe të ndonë. Kështu që pajtona precisht që nuk është kështu rregull strikte, po me kriju një kalendar. Këmë edhe një fjallë. Po, pa tjetër. Ndërsa kemi lexuar për motrën Faustina Kowalska. Shqipnesh poljake, e cila ka komunikuar me Krishtin kështu si na që komunikojmë. Dhe ai thot një herë, ma shumë, ma rëndësishme është që ta bani krysin, të thonë, të pranoni jetën ashtu si ju jetë, se me agjeru 100 vjetë. Edhe pak për duhet që ta mërni këto pak e zmashli, me sportivitet. Pozita në cilën Zotit ka vendosur, nëse atë e pranon dhe kushton Zotit edhe smundjen edhe bujqen edhe të gjitha, vlen ma shumë se çdo gjë. Ajo është në asaja ka thonë, në veçme transmetoj tash vetë ta vendosin atë mozaikun e juaj në çdo gjë dhe vetë keni me përcaktuar. Nëse raporti është ajo që bani ju me zakonin. Do na kemë të praktikës të agjerimit. Nëse jek dorë diçka. Arbeta pa mikrofonin. S'klan pa mikrofon. Nëse jek dorë diçka, në praktikë është me jek prej ditës parë deri në fund komplet. Si praktikohet, jo se nuk është e shkruar. Fiks 40. Apo është Normal në kohën e kreshme, nëse njeriu e përzgjedh kohën e kreshmeve si koha agjerimi, atëra ajo fillon të mërkurën e përhim dhe përfundon tetën e madhe. Veç qysh praktikohet e shumica e njerëzve. A jekin dorë Po, jo, komplet prej të mërkurës përhim deri në shtundën e madhe.
kryesisht, domethënë dillën e pashkve veç fillojnë festën. Ma konkret në pasë. Njerëzit e përzgjedhin pastaj dikush të dilleve nuk agjeron sepse edhe nuk këshillohet ajo punë. Çdo të dillë mund të ndërprejnë sepse është dita e ngjalljes Krishtit kur kremtojmë dhe është një ditë feste. Por kryesisht njerëzit e fillojnë të mërkurën e përhim dhe deri për pashk nuk e ndërprejnë. Pjesa më e madhe. Edhe që ajo është sakrifica, se me kom veç 2 ditë mjaft, apo dhe një shkon më ndryshe. Po? A i Unë që të shta me pojditur me të pojë fara ka krejshmet, nëse si kushton me praktiku për pasi dhe sa më të të në gjënit. Për shamull, jetët sociale një viti kam ndash, komplet, jo ma tepër se një kafe. Edhe gjana të tjera të cilat do më thanë që një kishë shumë për zemë, se ta nuk atuodin nuk e di se logaritët që nuk janë qëta që atë gjithë atuodin. Edhe dhe shtani rejtë me shta, me fali për me emërtime, ma shumë për qenë emërtimi majsha. Se sa? Se sa? Përbahesh që heqë dorë A do me thonë në fjallën e agjerimit? Po, nejsa, donagime tha pak si në shtorë, që nuk... Po. Ma shumë me qenë emërtimi majsha. Majshëm, tradicionalisht majshëm edhe na... Se sa me ngjynu. Agjerimin të kemi këtë shprehje pak ma të re, si në fjallorin e gjuhës shqipe. Agjerim, po. A që ta ndjenë zemra për Zotin me po e bon. Se ju mbetët agjerim si të përmendet. Edhe një zëndëmri do me panë me dojnë që mësë Po që është agjerim, se nuk është diçka e që është... Ja, qartë. Kjo është përvoj edhe e beslidjes e vjetër. Na e lexuam po punën e kthimit të Ninibes në kohën e Jonës. Po. Jo, ajo nuk fillon atë. Po, Vlora. Tjetër? Vlora. Unë, Vlora, a ke në që? Kur më shoni misë. A nga që në dizën në jabët në biletë. Ishte do të 8 mars, është me kërmarë më në që shkolla në një. Aja më do të e morë më të dezën i të shporë, do të po të një. Edhe kur shkojmë atjet, është edhe Ramazan për të musliman, ishte edhe krejt me për ne. Mami nuk ishte agjerushëm, tezja nuk ishte agjerushëm, one ishte. I kam jekë si këto ambërësira që kam qërëshonë, bëmë, salat. Mikrofoni, lutem që së ndëgjosh mirë. Afro shumë. Nuk do që i kam frytet që nëse këta më keshë, në morë, një. Ashtë që keshë ta më konë. Edhe të ashte atje, përësit e në pita dhe pita të virin me prosciutto ishte. Tezja për thotë, unë nuk e hanë, pse se hanë, përse ta qesin kaj me mishdere. Edhe ta shkërën që dita, moment se interesa ke pse është mishdere, se aja e hanë ishën e dire. Po, shkopi soj, s'hanë grasaj, edhe me tërpangë. Ta shkën e kësha jek mishën. Ty të paskaro ma gjeruaj me hangër krejt. Aja është agjerim, e? Por për me të tërkua dyne i tash i tash jas një rësë jeli agjerushëm në fejnë juve, unë jam agjerushëm, për tash jam morat e shtëpicat e tyne. Për shutën, i tash ja i tash unë e përmanë. Po i tash unë e agjerushëm jam, për nuk e prisha. I tash unë e kam të për ta që i na orë, tash kjo i tash me kalu mirë, një bukur, një ditë tërshme, sepse edhe kalu mirë. Edhe ato u këthujnë pa hongër buk, edhe u këthujnë në të po si morën do byreka që këshin morë me veke. Okej. Dhe thëtë, nuk është oshtime që e te e krish. Janë gjanat shpërtore, sepse dhe krishni me një venon që i thëtë. Nuk të dytë aja që ka vënë në gojë, pa aja që ka derë nga goja. Sepse që ka derë nga goja i kine zemë, edhe në mendje. Kështu që në sot, të me praktiku pjesën shpërtore, sepse krishni nuk në ka orë me në thonë.
çka me hongër ose jo. Po ka ardhur me na rrit nga ona shpirtërore, në të menduarit në mënyrë hynore, në paqen e dashurinë me njëri tjetrin. Kjo është gjëja kryesore. Ndërsa shumë përmenëm e kemi hjek këta alkoolin, e kemi hjek bukën, e kemi hjek mishin, e kemi hjek gjëra. Gjitha ato sari kam hjek, e kam dëgju këtë praktik prej prita, prej motrave, sari kam hjek, edhe pse i kam hjek. Gjitha ato të hyrat që unë e kam shpenzur, që i kam bleq ato, i kam marrë dhe ja kam thonë pjesën financiare të punja që nuk ka. Nështë atë ta për mi, dikun mi, pa, vogël, mi e kështu, vetëm pa i kam quk dikun që ato që i kam bleq, që i kam largu, që ato shpenzime që i kam bo më tjerë, unë i kam bleq edhe i kam quk dikun për familë. Kjo është një praktikë më e mirë nështë se sa me menu që i kam hjek ose me dalë për rjetët sociale. Asë rjetët sociale nuk është mirë me dalë. Sepse ato ishe një lajmë, i njëri për lajmë në brishësa, se nështë atë rjetët sociale së dëna ime që takime ka në mos ka me pa. Kështë që vetëm qëna të këqia do të me i hjek, sepse gjithë kena gabime, gjithë që ato të të mundë. Sigurisht, po, sigurisht, ato janë, Vlora ka normal të drejt në këtë fushë, sepse përveç asaj, edhe agjerimi është një ushtrim i njeriut që t'i luftoj veset edhe të gjanat të cilat e shërshojnë jetën e njeriut, prandaj me doj mos edhe ato janë shumë të arsyeshme, të nevojshme. Po, John, urna. Ose dikush tjetër ka dëshirë thot në një falë se ne do ta përmbyllim tash takimin, për shkak se nuk kam dëshirë që të shkoj pa fund ky takim. Po, urna, John, po. Okej, atëherë nëse bën se është e nevojshme me shpjegu për këta që janë pazur tashti, a din agjerimi prej shembit 4 ditë që ka qenë zyrishti, a din për atyshit, a ka orizimin atje. Edhe pyetjen e dytë është unë besoj se nuk ka pyetje gabueshme, por ka përgjigje gabueshme ose mungesë të përgjigjes. Po. Është një shkec kjo është gjithmonë. Deshta me bëni pyetje për punën e mishit derë për shkak. Tash nëse na këtyre ditë na realizojnë, edhe e shohim edhe filmin e Zyrishtit, del në moment djallin e merr Zyrishtit dhe gjun tek derat. Tash a është kjo pyetje që mishi i derit është i ndalueshëm? Edhe është kjo një lloj si udhëresë mos na uni mishi i derit, apo çish shpjegohet çka se mund bash me vokitën gjithmonë. Po. Më duket në kompas në cime me shtu. Të dy dilema. Okej, po, patjetër. Kam përcjell mikrofonin gjë. Mirë është Donik. Atëre, pyetja parë ishte të çështja e agjerimit, pastaj të çështja e mishit të derrit, edhe janë pyetje sigurisht praktike. Kretë ne kemi këso pyetje të cilat na lindin, e pra ka të shumta të cilat ne brenda një natë nuk do të provojmë të diskutojmë, sepse do të kemi takime në vazhdimsi të rregullta, por edhe ju mundoheni pak a shumë të lexoni, të informoheni mirë e drejtë. Unë ju jap gjithmonë mundësinë që të më drejtoheni, të më thirrni, kontaktoni për të pyetje që keni. E pra nuk do të thotë që unë në fillim takimit ju thash nuk është se ne i kemi të gjitha përgjigjet. Pyetje ka të shumta, por kjo që sonte po trajtojmë si argument, domethënë përveç çështjes kohës së kreshmeve si periudhë liturgjike, në gjanat praktike, siç e tha John Kelmendi, siç e tha edhe Vlora e Diana, janë gjëra që kanë të bëjnë me jetën shpirtërore të secilit individ. Sigurisht që Krishti i jep gjithmonë prioritet, rëndësi thimit shpirtëror. Ai nuk lidhet në gjërat e kësaj bote sikur ishin të lidhur mësuesit e ligjit, sikur ishin tradicionalisht, domethënë ata të cilët
praktikonin besimin si diçka kategorike për të bërë rregull në jetën e individit e të shoqënisë. Por ajo është shumë e gjanë në këtë kontekst. Te pyetjet që bane, do të thonë çështja e agjërimit, para është fakti se ne agjërojmë për të ushtruar veten në gjërat të mira që arsyetojnë veprimet tona, që japin kuptim jetës shpirtërore dhe sforcohemi për të arritur një qëllim e për të thënë në fakt vetit se unë jam i Zoti vetit. Jo epshe e emocione ato që më udhëheqin mua. Thana njeriu në këtë kontekst e ban këtë luftë me vetveten, por edhe sigurisht e ke lexuar edhe në shkrimin e shenjtë çështjen e asaj mrekullie që Krishti ban dhe dëbimin e djallit, të cilin pastaj e orienton dhe djalli me kërkesën e tij, ai thot më lejo që të hyj në atuft derrash që ishte dikush duke i ruajtur aty dhe e lejon një gjatë tillë. Në përgjithësi në botën hebreje, çështja e mishit, edhe të derrit, edhe për shkak të ndyrave, është llogaritur si ushqim pak a shumë, edhe i rënd, për të mos thënë edhe i papastër për shkak të mundësive të konservimit të gjanave me ndyre kështu me radhë. Por asnjë ushqim Krishti nuk e shpall të papastër për askan dhe nuk e urdhëron askan që të mos e haj. Do të thonë në këtë rast as mishin e derrit, sepse ne jemi aq të Zotit dhe aq shumë na ka besuar Zoti sa të dijmë të vlerësojmë gjanat edhe vetë. Kështu që ajo që ty të ban mirë, mundohu dhe që mos të arrit kolesterolin shumë. Po, doktoresh, nëse ke dëshirë po, ndryshe po do ta përmbledh. Tam shmesh Coca-Cola? Tam shmesh Coca-Cola? Për mos me zgjohet, se pak a shumë o përmbledh krejt dhe ndoshta më thonë që Krishti o shoku jonë i cili na jep mundësi të pakufishme. Dhe me thonë, edhe kjo sprovë është një sprovë shumë e madhe për ne, për të gjithë. Na jep mundësi që na me zgjedhë dobësinë tonë edhe na me luftu dobësinë tonë. Dhe me thonë, na gjithë njëve të vendishëm që i kemi disa dobësi. Edhe dhe me thonë, kresh me tjonë momentin që na ti luftojmë ato vetë. Pra atë nuk ka caktuar kur farë kufirit. Dhe me thonë, është mënyra që është na me luftu ato dobësi, edhe mënyra që është mu afru me Krishtin, me hyun, me krijuesin tonë. Dhe me thonë, kjo është diçka shumë e shajtë. E ka bërë në mënyrë si shoku me shoku. Nuk e ka bërë me mënyra të prejme. Dhe me thonë, përsim me një njeri që shumë e danë, me të ullësh në tabërinë, e bisedon, edhe t'i jep këshillat në mënyrë shumë spontane. Unë e Krishtin ashtu e shafë. E kam një shafë që më përcim shumë në momentet ma të kështira edhe ta ka dhonë shumë shumë. Ndoshta në moment se që po ma dhonë e këtë që është dola e të. Pastaj veç ndoshta me thonë si mjek. Na e mundësi me bo shërimet, na me ushëru problemeve të ndryshme shëndetësore, qoftë si në ato materiale, qoftë si në ato shpirtërore. Të me thonë ose organike edhe shpirtërore. Ajo neve që ka na mundonë, që na ka kriju dhe dhe problem, na kena mundësi me e kuzë. Ajo neve që na ka mërzit shumë, na ka bo, dhe me thonë na të hyrë, ta largojnë edhe ta kryojnë atë pozitive. E sa përmishën e deri, shambër. Paka shumë e lidhje me regionet ku kanë dalë këto organisme. Dhe thonë në vendet ku jonë temperaturat shumë të lartë, edhe ku prishet mishi ma shpejt, si për shembull mishi i degët i cili është shumë i ndryshëm e krejt,
popullit e kanë largu, se si kanë pas probleme shëndetësore të rënda, po në vendet ku janë, do me thonë, temperaturat shumë të ulta, mishi derit, mishi salmonit, mishi ku ka shumë ndyna dhe ju jep shumë energji aty në njerëzve praktikohet, se ata do me thonë humbin shumë energji për shkak temperaturave, po marrë me një lloj të saktuar të ushqimit që është në këtë rast edhe për shembull një çifte. Në ashtu e shoh se gjatë atyre studimeve tona kemi mësuar që në vendet të caktuara janë nga smundje të caktuara për shkak të temperaturave shkallë në shkaktor. Kjo duhet me qenë. Po prapë edhe këtu është Krishti shumë zemërgjela, se do në krishterizmin e përhapën në vendet tjera, a e ka parapas, a e me dashuri e ka dhonë fjallin vetë edhe ka thonë që të përhapën, po është përhapën në vende jo me temperatura shumë nërta, po edhe në vende me temperatura të mesme, apo këto të kështu që sipas mundësive, ju mundeni në qoftë se është e shëndetshme mundeni me. Është s'ka bon të alisë. Faleminderit doktoresh. Që dhone po e përmbylli. Nëse s'ka dikush tjetër, apo Dardani deshte me marrë fjallën. Dardani ka përvojën e mirë, atëra ma kalon mua. Faleminderit Kastriot. Dion. Atëre edhe një gjë. Jo këshilloj do t'jej ka fajt. Atëre ju a këshilloj pjesën e Mateo të Ungjilltar, kapitulli 6. Kapitulli 5 është predikimi i Krishtit. Në mal, inauguron, është një predikim që ngërten vete shumë tema. Por unë kapitullin e 6 nëse lexoni aty flet mbi e para. Ruani se i bani veprat e mira tuajat në syt njerëzve për t'u parë prej tyre. E dyta, kur thoni urat, mos bani si shtiracakët, të cilëve u pëlqen të luten në kam, në sinagoga, në sheshe, rrugve që t'i shohin njerëzit. Pastaj, mësimi mbi agjërimin, edhe kur të agjëroni, mos u mrolni, por si shtiracakët të cilët marrin një hije të rënë në fytyrë për t'u tregu njerëzve se agjërojnë. Pjesën tjetër mëson e vetë, çfarë duhet jetë lutja, lmosha, agjërimi i juaj, kështu që për detyrë shtëpi e keni kapitullin e 6 të Mateo të Ungjilltar. Faleminderit shumë që keni ardhur dhe keni marrë pjesë. Unë uroj shëndet, mbrëmje të mirë gjithëve, miru pashim takimet tona të radhës.